Kryetar Sinica duket që është një fshat me tradita, me histori, nisur edhe nga këto ndërtimet e vjetra që janë ruajtur të banesave. Çfarë vlera ka fshati Sinica? Sinica është nga fshatat më të bukur të Hollë Sipër, me ndërtime karakteristike, me njerëz të mikpritës, me një kulinari të pasur dhe me monumente arkitekturore të vizitueshme. Ka kishën e Shkollit, një nga kishat të vjetra në qarkun e Koçës, ka shkollën e parë të shqipe të ndërtuar në Devollin e Sipër, e cila është ndërtuar me financim të bashkëdhënëtarëve tanë të shoqatës Sinica në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe në vendet e tjera të diasporës sinicare. Dhe e veçanta është që ky fshat ka ruajtur traditën e ndërtimit të gurit. Është një fshat me ndërtime karakteristike, me banesa të vjetra dhe ndërtimet e reja të cilat janë duke u zhvilluar dhe duke u ndërtuar, ruajnë atë profil ndërtimi dhe atë karakteristike duke mos ndryshuar profilin e vet. Në Sinicë nuk gjejmë vetëm këtë traditën e vjetër, por edhe gatime tradicionale. Për çfarë njihet Sinica, por dhe Devolli i Sipër në përgjithësi? Jo vetëm Sinica, por gjithë Devolli i Sipër është karakteristik në gatimet të tyre tradicionale, lakrorin, byrekun, zajret e dimrit, tushit apo dhe përpunimin e frutave të ndryshme apo perimeve. Është një traditë që ruhet me fanatizëm nga banorët e fshatit dhe kjo i bën ata karakteristik në llojin e vet. I gatuar në vetë, kujdesen vetë edhe për këto perimet, për frutat, për gjitha i bëjnë vetë. Patjetër, çdo frut apo perim është kultivohet në bashkat personale ose në barshat personale të veta, dhe kjo është dhe ajo mënyrë në të cilët ne i ftojmë njerëzit apo vizitorët të vinë në Sinicë. Kryetar, ju na keni thënë që do të bëhet një investim shumë i rëndësishëm nga ju, por edhe në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Si është parashikuar ky projekt? Sinica është pjesë e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë dhe aktualisht nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me Fondin ose nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Devoll janë duke u zhvilluar 4 projekte për turizmin natyror, në rrugë, hiking, në zip line, në kampin e rezistencës apo që do kryet në Nikolicë dhe në rrugën turistike Arzë Nikolicë nëpërmjet luginës Lumi Devoll. Sa preferohet hiking, sepse ne në Devoll dihet që është teren malor, edhe mbase preferohet edhe nga vizitorët. Sinica dhe Devolli i Sipër pikëqëllimin e vetë kanë zhvillimin e turizmit natyror, lëvizjen në natyrë, ecjen, por edhe sportet ekstreme, pasi në këtë pjesë do ndërtohet zip line dhe kampi rezistencës, kur të apasionuarit pas tyre sporteve do kenë një pikë ose një checkpoint për ta vizituar.